Ndërkohë te mesazhi për krejt ata që po na ndjekin është në ne me qenë me neve, me familja jonë, me vazhdu me na besu, me vazhdu me na shkru, me vazhdu me qenë pjesë e familjes tonë të madhe, dhe çka është shumë rëndësishme, me qenë shumë korrekt me veten e tyne. Kur po them me qenë korrekt me veten, po nënkuptoj që jo çdo herë ChatGPT-a, Google, lajmet e përkthyne, jo të besueshme, mund të jenë orientimi i saktë për shëndetin tonë, dhe këto mund të na kushtoj goxha shumë nëse bëjmë diçka gabim. Mund ta përdorim edhe ChatGPT-n edhe Google edhe çdo platformë tjetër për orientime, por asnjëherë për vendime. Ma shumë i bani mirë vetes dhe nder shëndetit juaj nëse ndëgjoni intervistat e mjekëve që bëhen për shembull në familja jonë, ose intervistat që shkruhen në familja jonë, do që janë nga ekspertë që punojnë çdo ditë me pacient. Ndryshe është me ndëgju kardiologun për një këshill, ose gastroenterologun, ose kodadion. Ndryshe është me marrë një lajm të përkthynë, ose një si TikToku, një video reels që del dikush edhe thot, ja Trisha, jo veç pak, qetësohu, merre, shikoj ai person që po ndëgjon, a është profesionist, a është i fushës, a është i duri, mos përdorni këshilla të cilat nuk janë të identifikuar nga profesionist. Dhe asnjëherë, që e tham shumë shpesh në emision, mos eksperimentoni me terapinë e dikujt që i ka bë mirë, edhe jo pa shku te mjeku dhe me marrë verzionin nëse ju keni nevojë për atë terapi, ajo pavarësisht që simptomat mund të keni të ngjashme. Këtu e kam pikën tem në dop që të referohemi dhe të drejtohemi vetëm nga profesionistët. Familja jonë kujdeset që profesionistë shëndetësor me qenë gjithmonë më të mirë dhe më profesionistët, edhe me ardhur me dhëna versionin e tyre profesional të përgjigjeve në çdo pyetje dhe shqetësim të shikuesve tonë.